Ju e dini që unë jem aktivist, nuk jem analist. Rrjedhimisht ne shtojmë numrin e votave, ne nuk parashikojmë sasin e tyre. Në këtë kuptim, sa herë ka fushat zgjedhore, jemi ne aty, por unë nuk besoj që kemi një krizë të tillë institucionale, e cila tash në mënyrë të detyrueshme na shpije në zgjedhje të reja. Unë besoj që shumë gjëra janë vështirë të kuptueshme tani, aq më vështirë të shpjegueshme, ndoshta deri diku të përshkrueshme, por koha do të tregoj dhe atë shumë shpejt se çfarë ka qenë ky lloj planja, kjo lloj skeme, që neve të detyrohemi për zgjedhje të përsëritura në mënyrë të padrejtë e të panevojshme, madje edhe prej atyre të cilët thoshin se jo nuk i duam zgjedhjet. Ju po e shihni tash se lëvizja vetëvendosje, unë si kryetare, kryeministër, jam i vetmi në fakt që nuk jam për zgjedhjet e reja. Nuk jam për zgjedhjet e reja. E ata të tjerët, të cilët thoshin dikur që nuk jam për zgjedhjet e reja, tash janë shfaqur në një dritë tjetër.